Edhe pse janë në diskrecionin e udhëhecësve lokal të cilët domethënë udhëheqin partitë këto subjekte politike të cilat i kemi, natyrisht se ata mundohen me përfaqësu edhe me marrë atë më të mirën dhe me ju ofru qytetarëve të cilët i kanë votu, po së tjerave po shihet që ata nuk po dojnë kurse se me shku shumica atyne nga 4 vjet në domethënë mos me qenë pjesë e udhëheqjes komunale, shumica atyne po mundohen të bëhen dhe të krijojnë koalicione, e sidomos ndaj atyne kryetar të komunave, të cilat me vitet të tana është udhëheq prej një kryetarit komunës, natyrisht nuk e shoh as vetë shumë produktive kur dikush ma tepër se 2 mandate udhëheq një komunë, atëherë parashihet që është ma e mirë me lëshu pakës rendin edhe për dikën tjetër, një frym 3, diçka me pru 3, natyrisht ka shumë kryetarë të komunave që kanë bo punë jashtëzakonisht mirë. Pyetje se a janë parimore, nuk i shoh gjithmonë që janë parimore, edhe në qoftë se është në nivelin lokal, edhe ju jepet, domethënë është në diskrecionin e tyne me vendosë me kënd kanë me bo koalicion, mendoj që duhet me pas një farë pajtueshmëri edhe me nivelin qendror. E pa me dha dramën, kisha me thonë, ma tepër ishte dramë, në rastin e Vushtris, me LDK-n dhe VV-n që bën një koalicion, nuk pat nevojë kaq shumë për buj sa që u bë. Mirë, po tash po shohim edhe këto koalicionet e vogla të cilat po bën. Nuk janë parimore Arben, fare, për arsye se ne kemi të bëjmë me një popullsi që është e njëjta. Të njëjtit persona, ne kur kemi zgjedhje nacionale, ata votojnë edhe për zgjedhjet nacionale. Tash me thonë që unë do t'i thej të gjitha parimet e mia dhe me atë parti politike të cilën unë i them jo, janë disa parti politike dhe e dim këtu e kemi diskutu shumë herë që nuk bëjmë koalicion në nivel qendror me VV-n, sado që e dim që në nivelin lokal votohet pak më ndryshe se në nivelin qendror. Unë mendoj që duhet me ju dhonë një rast edhe mos me qenë kaq të ngurtë partit politike, me thonë ju në komunën X ose Y, cilën do s'po du me marrë tash direkt një komunë, ju bën me bo me bashkëqeverisë, amo ne që jemi kryetarë dhe udhëhecës të partive, ne këtu mbajmë parime dhe kemi vijat kuqe. Jo, në qofse i ke thy vijat e kuqe në nivelin lokal. Nivelin lokal është në ngjashëm në nivelin nacional. Edhe në nivelin nacional, për domethënë duhet një pajtueshmëri, se siç po e shohim, po shkojmë në zgjedhje.